Mbrojtësi kombëtar i Skuqezi Marash Kumbulla po kalon një sezon të shkëlqyer në huasin të Spanjoli në La Liga. Në një intervistë për Corriere dello Sport ai flet për të ardhmen e tij, Romën, Mourinho dhe De Rossi. Nuk e di për të ardhmen, nuk e kam ide. Jam këtu në huazin deri në fund të sezonit. Jam shumë i lumtur dhe klubet do të vendosin më vonë. Pse nuk i gjetur vazhdimsi me Romën? Dua të bëj të qartë se jam shumë i kënaqur me mënyrën se si ekipi, shokët e mi kanë gjetur qetësi të rezultate me Ranierin. Më pas po dështoj se prioriteti im tani është Spanjoli, të shpëtoj veten dhe të qëndroj i bashkuar me tifozët është mendimi im i vetëm. Pastaj nuk e di se çfarë ndodhi në Romë, do ishte një kombinim i gjërave, por largimi ishte gjëja që duhej të bëja, nuk prisja të jem përsëri në këtë qendje të bëj mirë. Ju drejtuat nga Mourinho dhe De Rossi, çfarë morët prej tyre? Mourinho është jashtëzakonshëm, i drejtë për drejtë, ai mund të jetë edhe jashtë, por ai të shikon në sy dhe të thotë gjithmonë të vërtetën. Kjo më ka ndihmuar të rritem. Nuk kam punuar shumë me De Rossin, por më pëlqen idetë e tij dhe mënyra se si i trajton gjërat. I bukur kur duhet, shumë serioz në raste të tjera. Pak si Manolo Gonzalez, nuk bën dallime. A ke komunikim me Juric? Në Verona ishte i rëndësishëm për të. Nuk e mendoja se do të shkonte kështu në Romë, për mua ai është një trajner i mirë dhe një person i mirë. E respektoj shumë. Rrallë dëgjoj prej tij, her pas here i shkruan njëri tjetrit nëse ka diçka të rëndësishme. Ndiheni të ndryshuar pas një viti jashtë Italisë? I rritur më shumë se i ndryshuar, është një përvojë që do t'ua rekomandoja të gjithëve.